Mbante të fshehur armëzjari në garazhin e tij vjet në pranga 45 vjeçari. Një 45 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës në kuadër të operacionit të koduar Garage. Blut e kryeqytetit thonë se personi mbante të fshehur në garazhin e tij armëzjari, po ashtu gjatë kontrollit të garazhit dhe të banesës së 45 vjeçarit në rrugën Teodor Keko, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armëzjari pistolet e modifikuar për t'i vendosur silenciator, një shkop gome si të policisë dhe një shkop bejsbolli. Njoftimi: specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë numër 6 në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e armbajtjes pa leje bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative. Mbante armëzjari dhe sendet paligjshme në garazh dhe në banesë kanë organizuar punën dhe kanë finalizuar operacionin policor të koduar Garage. Në kuadër të operacionit u arrestua shtetasi KD 45 vjeç, banues në Tiranë. Gjatë kontrollit të garazhit dhe të banesës së 45 vjeçarit në rrugën Teodor Keko, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armëzjari pistolet e modifikuar për t'i vendosur silenciator, një shkop gome si të policisë dhe një shkop bejsbolli. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.